Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton të drejtën për një proces të drejtë gjyqësor dhe një gjuhën shqipe dhe serbe si gjuhë zyrtare në të gjitha nivelet e administratës dhe gjyqësorit. Por mungesa dhe vonesat në përkthimin e shkresave të lëndëve janë disa prej arsyeve të shtyrjes së seancave në departamentin special në gjykatën themelore në Prishtinë dhe degën e saj në Graçanicë. Kështu tregojnë gjetjet e raportit Efikasiteti gjyqësor në praktik dhe të drejtat gjyqësore në sistemin gjyqësor, i publikuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, më 4 qershor 2025. Nga gjetjet e monitorimit, raporti evidenton edhe raste kur ka pasur ankesa që përkthimet jo gjithnjë kanë ofruar informacion të qartë. Mbi bazën e deklarimit të palëve të përfshira në proces, nga kolegët monitorues është identifikuar edhe fakti se në shkresat lëndës ndonse aspekti terminologjik ka qenë i përkthyer sakt, ndonjëherë jo çdo herë ka qenë mundur që të merret i gjithë informacioni mbi bazën e përkthimit që është ofruar. Raporti rekomandon përmirësimin e cilësisë së përkthimit në shkresat e lëndës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që theksohet rëndësia e cilësisë së përkthimeve në këtë situatë, sepse cilësia jo e mirë e përkthimit automatikisht e ul efektivitetin e të drejtave në procedurë dhe thjesht nuk duhet të merret përkthimi vetëm si çështje teknike, si çështje e përmbushjes së një obligimi, por duhet jepet rëndësi e veçantë cilësisë së përkthimit të atyre shkresave të lëndës. Në anën tjetër, zëvendës përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm në UNMEK, Milbert Donjan Shen, ka thënë se si rekomandim urgjent që del nga raporti është nevoja që të bëhet përkthimi i komentarëve. As a lawyer myself, one particularly urgent recommendation I noted is the need to translate the commentaries of the Criminal Code and Criminal Procedure Code into Serbian. E gjyqtari Përparim Zeka tha se në rast që palët si kanë dokumentet në gjuhën që flasin, nuk mund të flitet për proces të drejtë. Nëse një palë nuk e kupton se çka po ndodh në gjykat ose nuk e ka dokumentet në gjuhën që e flet, atëherë nuk mund të flasim për një proces të drejtë. Sinisha Borisavljević, gjyqtar mbikëqyrës në gjykatën themelore në Prishtinë, dega në Graçanicë, ka thënë se angazhohen në vazhdimsi për ruajtjen dhe ngritjen e besimit të qytetarëve në gjyqësor. Rad suda u Gračanici je malo specifičan. U takvom okruženju, takvom čovjek treba biti posebno oprezan i posebno posvećen, tako da nadam se da ovi mladi ljudi mogu da se uvere u ono što mi radimo. Ndërsa avokati Yll Zekaj tha se barierat gjyqësore janë sfidë për juristët e rinj serb. Ne shohim konkurse të paplotësuara për shkak të barierave gjyqësore. Ne shohim që një numër i vogël i tyre kryen edhe provimin e jurisprudencës për shkak të pikërisht të këtyre barierave. Përveç gjyqësorit, sfidë me përkthem u tha që kanë edhe institucionet e tjera. Por jo vetëm tek sistemi gjyqësor. Në të lashët e tilla hasim edhe të shërbimi korrektues i Kosovës, pra të personat të cilët janë në mbrojtje të dënimit dhe që me vonesa ankesat janë të tilla që me vonesa i pranojnë vendimet në gjuhën serbe. Aspekti përkthimit padyshim që është sfiduese për krejt institucionet e sistemit të drejtësisë, jo vetëm të drejtësisë, por për gjitha institucionet në Kosovë, sidoqoftë Akademia e Drejtësisë angazhohet maksimalisht për të përmbushur për nevojat e përkthimit. Sfidat që reflektojnë, domethënë që ndodhen në proceset gjyqësore në gjykata, reflektojnë edhe në punën e Agjencisë për Ndihmë Juridike falas. Tan Kutsojkan, zëvendës shef i zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, thotë se efikasiteti i drejtësisë është kërkesë e rëndësishme që duhet të respektohet. As you know, for all Council of Europe member states, efficiency of justice a very important requirement to ensure the rule of law principles are respected. Në këtë rrezë u bë thirrje që institucionet e vendit të marrin masa konkrete, të ndajnë buxhet adekuat dhe të investojnë në ndërtimin e një shërbimi profesional dhe funksional të përkthimit dhe interpretimit në sistemin e drejtësisë, por jo vetëm.